Bashkimi Evropian është duke i zbërthyer gabimet në dialogun e Brukselit mes Kosovës dhe Serbisë në mënyrë që të japë gjallëri procesit të normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve fqinje, tha të hënën në Podgoricë shefja e politikës së jashtme të bllokut, Kaja Kallas. E pyetur për ngecjen e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, Kallas tha se gjatë një konferencë për media se ajo çfarë po bëjmë këtë muaj është analizimi. Së bashku me të dërguarit e Bashkimit Evropian për dialogun, Sorensen, i cili e mori detyrën në shkurt. Çfarë është më rëndësi për neve është normalizimi i marrëdhënieve, sepse pa këtë asnjëra nga ato nuk mund të ecë përpara në rrugën drejt Bashkimit Evropian, tha Kallas. Kallas nuk dha më shumë hollësi se cilat mendon që ishin gabimet apo çfarë ka shkruar deri tani në dialogun e ndërmjetësuar nga bloku. Megjithë dialogun është zhvilluar ndër vite dhe në nënshkrimin e marrëveshjeve, procesi ka ngjetur dhe tensionet janë rritur. Në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në vitin 2023, Kosova dhe Serbia arritën marrëveshje në rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve. Por prej atëherë, bloku i ka kritikuar këto të dy vende se nuk e kanë zbatuar marrëveshjen pavarësisht se ajo është e detyrueshme për to. Për shkak të krizave në veriun e Kosovës, që rritën tensionet mes dy vendeve, që nga shtatori 2023 në Bruksel nuk është zhvilluar asnjë rund i dialogut politik, por ka pasur vetëm bisedime në nivelin të kryenegociatorëve. Me vizitën në Podgoricë, Kallas e nisi turin zyrtar në shtetet e Ballkanit, perëndimor të parë në rajon në cilësinë e saj si shefe e diplomacisë evropiane. Nga data 7 prill deri më 9 prill, Kallas do të qëndrojë edhe në Shqipëri dhe Bosnjë Hercegovinë.